vazhdojmë punën në kuzhinë me recetën e dytë, derisa të ftohet kremi pasticcerisë. Edhe shërbetin e kemi këtu, e largojmë. Ja, pra të gjitha janë gati për ta montuar më pas. Këtu kemi një recetë të thjeshtë, marrë edhe bukën. Një recetë e shpejtë nga ato që dim t'ja u sugjerojmë në rastet kur nuk keni planifikuar, nuk keni gatuar drekën, do t'i shohim së bashku produktet se për çfarë bëhet fjalë. Kemi marrë një nga produktet tona, sallami mbirra, kemi salcë kosi, djathë pice, djathë mozzarella, bukë të thekur, të prerë kështu në kubik të vegjë dhe më pas të pjekura në furr, kry piper të zi dhe një gotë qumësht. Tavë me bukë dhe salam. Një bukë që riciklojmë, një bukë e mbetur, se si mund ta riciklojmë atë në një recetë të re, duke shtuar në një tazë 2 kokra vezë, 200 ml qumësht, 200 gram salcë trash, 200 gram salam të prerë në kubik dhe këtë, 200 gram djathë në kubik, po ashtu dhe djathë të grirë, 2 feta bukë të ndenjur dhe kry piper të zi për të rregulluar shijen. E shohim tani procesin hap pas hapi. Gatimin. Pra, shumë thjesht, shumë thjesht. Kam qumshtin. Vendos bukët dhe qumshti. E lëse më duhet sërisht. Përzije mirë. Ja. Kam 2 vezë. I përzjej. Shtoj. Krip. Shtoj. Piper. Gjithmonë pak vaj. Dhe jemi në rregull. Masën e një salse të bardhë, si të doni ju mund të vendosni, çfarë edhe salcë kosi edhe gjizë mund të vendosni, ja? Nuk është se e përzihen. Është zatjodhën, kry piper i kemi shtuar. Do të shtoj masën e bukës që ka përthithur qumshtin. Filloj e lëmë një. Përveç tran, asnjë nga mënyrat se si të ricikloni bukën e ndenjur në shtëpi duke dhënë shije, duke zhndëruar në një recetë të tillë, një tavë me bukë dhe salam e lloje të ndryshme djathrash që mund të keni në shtëpi. Djathë pice, djathë mozzarella, shtoj edhe djathin në kubik që kam këtu. Ja. Më duhet tani të shtoj heqim pjesën e lëkurës. Kemi zgjedhur nga shporta jonë tona sallamin mbirra, një sallam me mish të përzgjedhur, që shkon në gatimet e mëngjesit me vezën e skuqur, shoqëruese me një gotë birr, apo dhe në një recetë të tillë siç është kjo tavë, që po tregojmë, pra një riciklim i bukës së ndenjur, po ashtu edhe një recetë e re në kuzhinën tonë. Të gjitha në kubik edhe djathin e picës e kemi të grirë në rende, po ashtu
edhe salamin birra. Mund të zgjidhni cilën të doni nga shporta e tonës, pa dyshim që po. Do të vini re atë kombinimin e erëzave që përdoret për çdo produkt, që ka unikalitetin e vet, pa dyshim. Prosciutët edhe salamet. Tjetë pak të thrimetun? Atë, i çfarë, në thrimet të shkoj. Ja. Do të shkrin këto djathra dhe në fund fare do të kemi atë masën. Do dalë një super shije. E shpejt. Ma Albana, haruam neve? Haruam i mozën. S'ka gjë, mos e pjekje është. Pjesa e sipërme më duhej e duhur. Ajo është pjekje tamam. Ta le të ftohet pak të këtu, që ta hedhim, që ta tregojmë më pas, e përmbysim pjesën e bazës, dhe mbas e përdorim këtë ngjyrën e verdhë. Që shpandaj thash, mos u djathin, dhe direkt për në furrë. Direkt për tek e nivelojmë që kështu, direkt në furrë. Kaq. Po gati receta, tregojmë së bashku dhe një herë çfarë përmban kjo tavë, me bukë dhe salam, 2 kokra vezë, 200 ml qumësht, 200 gram salcë e trash, 200 gram salam, 200 gram djath në kubik, 100 gram djath i grirë, 2 feta buke ndenjur e prerë në kubik dhe e pjekur, që të thahet më shumë, krip, piper i zi. Të gjithë produktet i bashkojmë në një tas të madh, duke i shtuar me radhë sipas renditjes që është bërë në këtë tabelë. Më pas i vendosim në tavë, i shtrojmë në tavë dhe direkt në pjekje. Po e vendos që të vazhdoj pjekja dhe ne të kemi mundësi ta servirim në fund fare. Vazhdoj procesi në 200 gradë Celsius, e kam vënë 210, në 200 gradë Celsius të piqet dhe të serviret ashtu si që duhet.